natyra. Ai që ka dhe ta ruaj se sa ti vëdor. Inshallah nuk bie ko. Edhe tjetër. Ec. Ndalo. Pa i ndarë, po po ishmon 30 dhe... Sejtë, e të të qatë mësë formën me kërë, por ka dhe një, dhe nevoja të thonë të nënda. Jetuan në kutë. Nuk i mungojnë monumentet. Gjamit kisha po më po. Kështu që edhe një vizit në një kish po t'ja u bësh mua dhe bashkëshortës time, do t'ishte një kënaqësi. E kuptoj. Kështu që në këtë aspekt themi që duhet lëvizim, dhe prandaj janë dhe këta miqtë tanë të Agjencisë Kombëtare të Turizmit, jo më kot, është hapur një bilet, unë do të kisha shumë dëshirë, ndoshta të ishin dhe autoritetet e vendit, por nuk jam unë ai që kam ndërtuar agjentën, por dhe Nikoja mundet të kontakton dhe më thotë që unë bëj guid turistike në jugun e Shqipërisë në veri dhe kur vi këtu ka mundësi që të sjell turist dhe të promovosh ato traditën e përmetit. Do me thënë një likoj, një raki, një pa diskutimin tash. Dhe duke kam të paktën 2 vjet që praktikoj këtë. Ndërkohë që si vjet hyra në internet dhe të gjithë, jo të gjitha, mos ashtu, po një pjesë të mirë të email Jan Filani bëra një prezantim të shkurtër me disa foto dhe disa gjëra që sido që të jetë të kenë mundësi për në qoftë se atyre u intereson, unë jam në gatishmëri. Dhe nuk po ktheu asnjëri përgjigje me përjashtim të njerëz që tha do ta shikoj si mundësi qysh tek.
Ai tha që nga të gjithë të tjerët, unë dua të bëj diçka ndryshe. Nga të gjitha agjencitë e tjera. Nuk tje ula në lokale tjere, por të bëjtë diçka tjetër, do me thënë, të hyjë në një shtëpi, mik pritse, me ashtu, me çfarë kanë të gjitha ato që mund të jenë të, se unë vërtet nxjerr një likoare, po çdo stin ka likon e saj. Tani fillon portokallja bëhet. Të gjitha këto, ata u joshën vetë së pari dhe me njëherë e propozuar Reshi që javën tjetër. Apo kujtu pas 2 javësh. Atëherë ju duhet bëni këtë gjë, të ftoni së pari këta drejtues të rinj. Për shembull, më thuaj disa nga këto agjencitë të tjera. Me që e pas ke përshum. Po duhet një tjetër pa. Marr një telefon Është vetë. një tjetër. Discover Albania. Maja Albania. Nuk e kanë idenë që patën gjani betiko. Po pra, me rrugën. Po vetëm për vetë, vetëm për të ngrënë ato likore. Për shembull, këto një fundjavë. Një fundjavë shkon në festën për qena i relievi, se është më i bukur se i përmeti. Po përmet janë ato kishat e bukura, janë ato likot që po më shëngoja la. Kjo është nga këtë rushit këtu, ha? Shkoj të kjo zyra turistike për me. Me çdo t'ja prap. Bonoj certifikim, ka shtëpia në derë. Zuar. Për të mira, parësi edhe për shtëpinë tuaj edhe gjithë mira. Opa? Gëzuar e mi se na erdhët. Ju uroj shëndet e mbarësi në punën tuaj të përditshme. Të mira. Kryetare e turizmit për promovuar turizmin në zonën e Përmetit. Unë si kryetari i shoqatës restoranteve turistike shqiptare sot mendova që edhe kjo familje e cila prodhon produkte ushqimore që i shërbejnë kur në gjithë dhe këtyre, do të jam të medalizojës. Kjo është një medalje e cila shoqata jonë promovon gjithë restorantet turistike në rang kombëtar. Edhe ju do jeni pjesë e antarëve të shoqatës tonë, do hyni domethënë në gjithë sajtet tona, domethënë që njihet shtëpia juaj bëhet pjesë e antarëve të shoqatës restoranteve turistike. Veja, vendosje. Urime. Falenderoj shumë. Urime. Faleminderit. Falenderoj për respektin që Faleminderit ju që na pritët, faleminderit juve. gjithë të mirat. Faleminderit. Do të mbetur në Guackën, le të themi domethënë thonjza Guackën, sens shumë aleshjemi. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse jo vetëm që bëjmë stafetimin e traditës, duke u hapur, por kemi gjithmonë më shumë një ndikim kudo. Do pikërisht ky mozaiku duhet të bëj pjesë diku në një kartolin, le të themi domethënë pamja e shtëpisë duhet të bëj pjesë diku, pra duhet bëj Përmeti ka tradit mbi glikot. Jo vetëm mbi glikot, mbi kuzhinën. 7-8 lloje. Që në funda të tata, që në fitë të tata. Tjena ato tantella, tjena ato centro, tjena ato gjithë. E do dhe video kujtë moja? Jo, ishtë. Kaloj direkt në... Po ju kam bo nga këtu e lartë. Po bëjmë disa Që ka vajtur një nxënës edhe nusën e ka mësuese cikliturët, iku në Gjermani me gjithë familjen, edhe ajo e shoqja e ati Për momentin disa të kënaqur jemi, po Stop, edhe një, po. Tash i thujt filloj, prit qetësi. Po, fillo. Ato thuaj shumë. Gati? Po, fillo. Në qytetin e Përmetit, jo se nuk ka turist dhe nuk vijnë, po mendoj që duhet ketë më shumë. Është një qytet i vogël, qytet i bukur, qyteti, nuk e di, me ajër, me jetë. Dhe mendoj që mund të ketë më shumë turista. Edhe ka dhe likot specifike që ju i Pa qani. tjetër, likot dhe rakit neve i kemi të pranishme për çdo moment. Dhe të gjitha llojeve. Duhet të vijë një turist edhe vetëm për të shijuar likot e Përmetit? Pa tjetër, Ma thuaj me fjalit plot këtë. po çdo turist mund të vijë për të shijuar likot e Përmetit. Edhe vetëm për likot. Edhe vetëm për glikot, është një traditë që e ka pas Përmeti dhe e ka, vazhdon. Flas për familjet përmetare. Faleminderit. Mjafton.
uroj shëndet, në punë e në jetë. Faleminderit. Ka naruar ndonjë Probleme për neve nuk ka. Shumë, domethënë, mund të ketë një ditë këtu që nuk ka asnjë problem. Asnjë vjedhje, asnjë Jo, vrasje. jo një vit. Kur them, ne shqiptarët përdorim Penale, jo kriminale. termin penale. problem. Do të Edhe s'duhet ta përdorim. Problemi është i madh. Jo vetëm për glikot, po për qetësinë dhe sigurinë në këtë qytet të vogël, i mbushur plot ajër. Jo, jetë një. Por të rihapur ditën, kaq. Stop. Gati. Fillo. Jo vetëm për glikot, po kjo për sigurinë edhe për qetësinë. Kjo portë të rija hapur tër ditën, edhe Dëgjoj Magdën, më fal edhe një herë. Fillo. jo vetëm për glikot, po për sigurinë dhe qetësinë në këtë qytet, kjo portë të rija hapur gjithë ditën. Vazhdo. Lëre tash, hajde. Ja, erdhi. I tutto. Kemi quar sallata gratis karës me Sonja, hajde këtu tash. Vazhdo ti. Sonja atje ku punoje, po. Vazhdo aty ti të pak tu, vazhdo tu. Po, vazhdo. Vazhdo prisa aty ku je. Edhe ti të mund të fjalë. Tur dhe 2 minuta vetëm. Dhe mbaruam. Vazhdo aty të supa.
Lia, tani tale. Ja këtë që më the këtu ka vdekur çdo gjë. Po mirë, të ta marr apo? Përshëndetje, një pyetje dua të bëj me që je djalë i rin përmet. Nga je? Nuk jeton këtu. Po, nëse mund të të pyes si të duket përmeti sa herë vjen? Goxha bukur. Goxha bukur. Çfarë të pëlqen? Investimet që kam bërë. Goxha mirë. Duket më këndshëm. Faleminderit. Po kalamajt që kanë fëmijë, kështu si që shkollë. Që ka gjithë kë rrugë, 2 orë rrugë, jo hajde atje.
Pa I kemi ne që me ndën gjithë. E pra. Qasi fonda para se... Një fotos na bërojmë. Fondi gjatë. Duke trequr mushkën. Është stopa. Artit mos do të është janë këto, sepse tash shërbim nga... Edhe për gocat të rritë një natë. Jo, nuk vim. Po hajde pra ktheuni, po ndonjën aty, çfarë, hajde. Gjithu në këte dhe pastaj do kthehen dhe ato, s'ka ku vend. Po mirë pra hajde. Po sa erdhë shoferët ku të shkojmë? Do I themi Bledi tani. Një sekund, o Koli. O Marci, E dëgjoj, shkohet në këmbë aty? Na bona asta A shkohet në këmbë aty? A shkohet në këmbë aty? Po pyes 3 herë. Na uno? A të bëj një stand-up të shpejt? Mbritëm edhe pak. Ne stali që do me zanit. Posët ndorë. Po do ja vlet. Ja, ka dhe pishin në plajnë. Do lash të korsi? Mandama. Telefoni që po bie. Vëre. Hape dhe njerë, hape dhe njerë. O, Vëre. Unë këtu në stan. Këtu jetojmë 6 muaj. 6 muaj. 6 muaj. Nga muaj deri në muaj. Në muaj qeshor deri në nëntor. Vetëm 2 veta, unë dhe kunati. edhe sa bakti keni? 650. 650. Çfarë bëni me mishin, me qumshin, ku e çoni? Në Baxhën përmet 3 orë larg. 3 orë larg. Sa herë shkon në qytet kur je këtu? Këtu kur është vafti qumshi ditë për ditë. Mëngjes për mëngjes. Sa kohë, sa muaj e 2 bën ditë muaj. për ditë? 2 muaj. 2 muaj shkon për ditë. Për ditë. Zbret nga mali? Na malin përmet. Që shes. Nuk e frikë që rri këtu vetëm një nevojë për doktor, për kujdion? Po kemi ku ti lutemi. Vdiqëm këtu të vdesim. Sa fiton nga qumshti që shet, nga mishi që shet në vit? Po që fitojmë, ja fitojmë 10 milion, gjysmat japim në Saran, gjysmat këtu në shtet, që në ndele. Pse në shtet? Po japim që paguajmë mali. A, paguan malin, taks. Po, tak. Po në Saran që paguan? Kullotat blej tokat e asaj, të fshatit, me 10.000 lekë stremë. Sa të mbeten vetë? Që ngele 4-5 milion lekë ngele. Për gjithë vitin? Në gjithë vitin. Qumshtin... Mishin... Një sekond. Mishin e ke kështu pa hormone, pa gjilpërat të vërtet? Jo, vetëm në natyra. Ma thoj edhe një, mishin e kam nga në... Mishin e kam vetëm në natyra, përdorë fare as hormone, as misër, as jetë, që dalin në natyra. Edhe e qonë në për Baxho? Qumshin atje... Po Baxhot e prishin pastaj, e përzjejnë me ndonjë gjë tjetër apo? Ku marrim veshin e se që benet, ne japim, se
Ju e jepni të pastër, bio. Të pastër. Pa asnjë. Okej. Tereni pa shkelur. Ana panoramike. Për me tani kemi të poshtë. Mua të të gjam. Nuk është pamje kjo e bukur? Nuk është më e bukur e përmetit. Më e bukur. Absolutisht jo, pra. Shko shteqe ti kemi, 3 orë, 4 orë, 2 orë dhe ditore. Për shumë, zona ku kaluam me makinë konë që të mlartë, është një shtek që ne kemi paket 3 ditore dhe një avore. Tani ke për detyrë ta markosh, është sforcuar që është kjo. Sinjalistikët, Enja do bëj grafiku. Mund të gjejtësh në Tiranë. Janur bëj një pjatë dragos. Që del nga përmeti. Ka qeni? Jo është organizuar, një shugim. Ne mërshka, mos ja tregoh se na vjet një dena jo, ta bëjmë bashkë. Meça është madhe, nuk tregoj. Ore mos të vajtë ore mbledhje dhe. Bëj. Çeshte ki? Apo kjo? Jo 100 më madh. Milion. Është kandidat i bët Ishte keq, ha? Po më pëlqeu sepse Kingi ka çfarë jemi? Do të bashkëpunimi sa më parë. Se mos na hedhësh në televizor duke ngrënë ore aman. Ja dik. Nuk sta bëjt foto më vlau. Kjo është drejtori tuaj tani. E zbarive në këtë stan kaq bukur domethënë. Neve e vlerësojmë jashtë mase të ditë që është. Akzoni. Medalje mirënjohje. Akzosh është raqata restoranteve turistike shqiptare. E keni bashkëre. Shumë faleminderit si jap pjesë këtë janë. Takzoni. Faleminderit na kujtoni na njëri që keni. Na bëjmë baritu. Hajde. Hallin kemi sa